Kemi mësuar edhe menun, të cilën kanë konsumuar ditën e djeshme kursantët e Akademisë së Sigurisë. Gjatë vaktit të drekës kanë konsumuar makarona dhe patate, ndërsa në vaktin e darkës, e cilë është konsumuar rreth orës 9, studentët e Akademisë së Sigurisë kanë konsumuar fasule, salcice dhe kos. Lidhur me ngjarjen e rëndë, ndodhen shërbimet e komisariatit numër 1 në Akademinë e Sigurisë për të hetuar shkaqet dhe rrethanat e kësaj ngjarje të rëndë në drejtimin e prokurisë së Tiranës. Kujtojmë që lidhur me skandalin e parë më datës 7 maj, pati arrestime dhe më pas ndalime të personave përgjegjës të kompanisë, e cila siguron ushimin, po më pas u lanë të lirë nga gjykata e Tiranës dhe helmimi i 56 kursantëve më datë 7 maj u harrua shpejt dhe nuk pati persona përgjegjës dhe kompania, e cila siguron ushimin e rikthyer sërish në Akademinë e Sigurisë, duke sjellë ushim në mencën e tyre, por siç duket, skandali është rikthyer sërish dhe mbrëmjen e ndjeshme. Rreth 60 kursant, student të Akademisë së Sigurisë janë helmuar si pasojë e konsumimit të vaktit të darkës. Edhe pse është një ngjarje shumë e rëndë ande, ende nuk kemi një njoftim zyrtar, një reagim zyrtar nga institucionet përgjegjëse. Në rastin konkret Akademia e Sigurisë, administratori i Akademisë së Sigurisë ende nuk ka dhënë një deklaratë për mediat lidhur me këtë ngjarje të rëndë, të përsëritur kaq shpesh, pra brenda një muaji e gjysmë 2 herë, po ashtu edhe policia ende nuk ka dalë në njoftim zyrtar, pasi janë duke vijuar hetimet lidhur me këtë ngjarje të rëndë të përsëritur, pra ku studentë të Akademisë së Sigurisë helmohen pas konsumimit të vaktit të ushqimeve në këtë institucion. Për ta vazhduar edhe pak pikërisht debatin për incidentin e 7 majit, pra incidentin e parë me helmimin e disa studentëve. Si ka mundësi Igli që kuzhina, që në fakt u mbyll për kushtet higjieno-sanitare, vazhdon akoma, apo edhe firma që merret me cateringun vetëm u gjobit, apo dhe personat që morën në hetim u lanë të lirë. Si ka mundësi që ndodhi gjithë kjo? Po, Andi, në fakt kjo është akoma më rëndë dhe çuditshme dhe skandal, si s'ka mundësi që lidhur me ngjarjen e datës 7 maj ku helmuan 56 kursantë të Akademisë së Sigurisë, nuk u morën masa nga institucionet përgjegjëse dhe ligjzbatuese lidhur me ngjarjen e 7 majit, ku fillimisht u dhanë njoftime zyrtare në media se AKU pra kishte bllokuar aktivitetin e kompanisë Sorial dhe kishte gjobitur, po ashtu u mbyll për disa ditë edhe menca e Akademisë së Sigurisë, por siç duhet kanë qenë vetëm veprime fiktive dhe më pas është rikthyer sërish aktiviteti i kompanisë në fjalë, po ashtu është hapur sërish menca në Akademinë e Sigurisë. Madje pas ngjarjes së 7 majit, shumica e kursantëve të Akademisë së Sigurisë, të cilët zhvillojnë mësimin në këtë institucion, u nxorën në praktikë, pra nxorën në praktikë për të zhvilluar pra mësimin e tyre në praktikë lidhur me përgatitjen për oficer të arshëm në policinë e shtetit, me qëllim që të mos ishin prezent në Akademinë e Sigurisë dhe të mos konsumonin pra vaktet e mëngjesit, drekës dhe darkës për shkak të ngjarjes së 7 majit. Por pas përfundimit të praktikës janë rikthyer sërish në Akademinë e Sigurisë dhe sërish i është ofruar po i njëjti ushqim nga e njëjta kompani në të njëjtën mencë ku më datë 7 maj pra ndodhi dhe ngjarja e parë e rëndë.